Civil Media. Почитувани гости, Të ndruar, mysafir, unë zdoher kam qenë praktik në diskutimet e mia si në kuvend ashtu edhe sot, kështu do të përformoj se s'kam tekst të shkruar për t'ju dhënë. Më mirë është të incizoni ato që vlerësoni se do duhet ta inventoni ta. Nxjerrni dua vetëm të sugjeroj në një punë se nga diskutantët për prak dëgjuan parti të mëdha të vogla kështu më radh. Unë nuk vajtova me këtë konstatim për shkak se ndoshta kanë numër më të madh të njerëzve një parti e caktuar derisa gjatë regjistrimit të partisë ne mbledhëm 1000 vota në shkrime edhe ato parti. Pra jemi të barabartë në pjesën e regjistrimit të partive politike. Tani është shfrytëzoj rastin, kemi grumbulluar për partia vetme në Republikën e Maqedonisë. Me emër të ri është partia për emancipim të plotë për vetë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo është partia e parë, gjithmonë kemi qenë të parë. Tani ashtu edhe me, edhe tani jemi të regjistruar dhe publiku të dinë se nga data 12 muaj të kaluar jemi në muajin 9 si parti në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tani do të kthejmë pak që përkujtoj në atë se do të ketë zoti Deralla edhe të ndëruar të praneshëm. Do të ketë shumë fjalë për atë nëse do të ketë 2-3 ka propozime me te, do të ketë edhe shumë propozime tjera. Por unë e mbështes dhe jam nënshkrues i iniciativës për një zgjedhje për shkak se kur të dalim në terren do të luajmë garën, ndeshjen ai që fiton do të jetë fitues. Kjo është normale, ashtu duhet të votojë, nuk duhet të gjejmë manipulimin siç ishte deri tani. Unë personalisht si lider i partisë politike si deputat në kuvend dëshiroj të ballafaqoj me popullin tim të shoh se çka mendon populli për mua dhe si qytetarët e tjerë për shkak se nga Dibra deri në Xhevxheli do të mund secili të voton për mua, jo se unë jam rom dhe vetëm Roma duhet të votojnë për mua. Besoj se kam autoritetën në bashkitë tjera etnike ku jetë ka numër më të madh të qytetarëve dhe të mos ketë limit. Dalim në ndeshje kush ka fituar, kush ka bërë humbët, nuk ka tetre, ne pam si ky model nuk zë vend. Nuk është i mirë dhe do t'ju tregoj pse. Po të mos ishin bombat, e dini sot çka do të ishim? Monarki. Ky shtet do të ishte monarki pse? Njerëzit largoheshin jashtë, mbeteshin votuesit e asaj parti politike e cila ishte në pushtet dhe e cila organizonte vota zgjedhjet, mund të them ekspert për falsifikim të zgjedhjeve dhe kështu kanë vepruar në çdo kohë, thonin se do të qeverisim edhe 20 vite, jo rastësisht e kanë ndërtuar atë ndërtesë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë të ngjitet monarku prej sipër dhe të përshëndet popullin dhe të thotë ja jam këtu ka dhe shumë punë tjera të cilat duhet të kthehemi mbrapa dhe të përkujtohemi me ato. Në pjesën e listës zgjedhore, nëse mbani mend në vitin 2011 publikisht kanë thënë se në Maqedoni nuk ka 1.860.000 vota. Por ka 1.360.000 vota. Dhe rreth 7 ditë në për media qarkullon të nëse e kam e vend për nga e kam këto të dhënë dhe një sërë punës tjera. Unë thasë të dhënët janë nga shtete. Ne kemi 1.360.000 të siguruar. Fondin për sigurim shëndetësor dhe social, pavarësisht nëse janë të punësuar, apo jo të gjithë kanë të drejtë për sigurim. Kjo listë ekziston këtë e thellë drejtoresha Zmejkovska kur ishte në seancë sekretare. Tha, ne kemi 1.360.000, kaq kemi votues. Nuk i llogarisim gratë. Për atyre 1.360.000, 360 le të jenë adoleshent. Mbesë 1 milion, apo jo? Ja 300-400.000 kanë dalë jashtë nga shteti përsëri.
kemi rreth 1.300.000 votues në Republikën e Maqedonisë dhe kjo shifër kur do të konstatohet kështu dhe do të jetë pas regjistrimit të popullatës. Prandaj insistoj të jetë një njësi zërore. Tjetër, besoj se do të zë më shumë vende deputetësh, ndoshta edhe jam gabim, por do të di pushtetin autoritetin tim në politikë dhe si presoj qytetarët në esprimin tim në fushën politike dhe këtu do të kem të qartë me vete si sa dhe ministri për qeverisë lokale. Ndoshta nuk do të fitojmë tani. Ndoshta zgjedhjet e ardhshme do të fitojmë. Edhe ky është kod zgjedhor. Ministra nuk është këtu, por mbase do të dëgjoj në ndonjë video. Propozoj të përkushtohet vëmendje shumë e madhe. Kur të përpilohet ky ligj, jo siç ligjet që i përpilohen tani në ligjet ku demonstrojnë dhe rezultojnë shumë anë negative gjatë implementimit të ligjeve gjatë miratimit të ligjeve në kuvend për këtë arsye tani ky ligj duhet mirë të shqyrtohet si mundësi. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme dhe mbi gjithashtu, ajo që është edhe më e rëndësishme në pjesën e miratimit të këtij ligji, një njësi zgjedhore të marrin pjesë të gjitha partitë politike. Pse duhet të ketë një njësi zgjedhore për arsye se pasurit më të vogla nëse kanë participim më të madh në parlament do të kenë rezultate më të mëdha për rregullimin e gjitha raporteve nga gjitha bashkësitë. Tani, kjo njësi zgjedhore nuk mund të kalojë këtë vit me siguri ju. Them këtë, ka mos marrëveshje nga partitë tjera më të mëdha të cilat nuk dëshirojnë të kenë tani, por propozojnë nëse nuk dëshirojnë. Atëherë ti lëmanësh për zgjedhjet e ardhshme tani të votojmë dhe të përgatisim ligjit ndërkaq. Zgjedhjet e ardhshme kurdo që të jetë, të rregullohet ky ligj të ketë një njësi zgjedhore dhe në fund do të përfundojmë ato që dëgjoj çdo ditë del një opsioni 3, opsioni 4, 5. Dalin si produkti i prodhuesve të njëjtë nga njëjta parti, del si parti thotë unë do të bëj opsion. Kjo është punë e zhdukur. Opsioni i 3 është një njësi zgjedhore në Republikën e Maqedonisë. Faleminderit. Civil Media